Në Stegopull, një fshat i vogël në bashkinë Libohov, dimri nuk ka ndalur ritmin e jetës. Edhe pse temperaturat janë të ulta dhe stina e ftohtë është ende prezente, banorët kanë nisur përgatitjet për pranverën. Në arat përreth duken punimet e para, krasitjet e pemëve dhe sistemimi i tokave bujqësore, duke dëshmuar se puna në fshat nuk njeh pushim. Ky gjallërim i hershëm është shenjë lidhje së fortë të banorëve me tokën dhe traditën. Postina e dimrit si vjetë ka qenë që ke vështirë, këto shirat që kanë rënë vazhdimisht nuk na kanë lënë që të bëjmë ato punë që ne i kishim menduar, megjithatë shpresojmë se koha do të rregullohet. Edhe në këto kushte, fshati Stegopull ka një klim të jashtëzakonshme, qoftë një rrezë dielli të dalë, ne dalim me vrap, edhe bëjmë ato që na duhet në prag të pranverës, po përgatitemi pikërisht për këtë gjë. Po tani faktikisht se unë kam ardhur enkas në fshat dhe nuk jam nga ta, po duke parë këta të fshatit, po punojmë rrit e pemëve. E para gjë që bëjmë njerë presim pemët, presim rushin, i bëjmë gati për pranverën, punojmë rrit e pemëve, merrem me pastrimin e luleve, fillojmë dhe punojmë tokën që do mbjellim perimet, përgatitemi thjesht për pranverë. Tani mbjellim patate, qep, po s'tan në koha. Na bën koha e keqe. Edhe kështu që jemi izoluar brenda. Ka qenë dimri i vështirë? Shumë i vështirë, nga këto vite. Ka qenë shumë i vështirë. Nga vjetë të lvatë kësha mjellë qepët. Si vjetë, zakoria i mjellon. Nuk i mjellë me neve, i mjellë nga mashtë, nga prilli. Si të filloj tani mbjellja? Tani po hapi koha, do fillojmë. Po hapi koha. Njerëzit kanë ikur, një dy që janë kanë baktit. Tani punojnë tokën këta, mbjellin në një patate, në një qep. Kjo është periuda që i mbjell tani. Edhe në Zarzavatet fillojnë vonë që mbjell dy gjëra sa për vete, se këtu s'ka dhe dyqan, s'ka dhe gjësh. Edhe pse sot në Stegopull kanë betur pak banor, ata vazhdojnë të ruajnë me përkushtim zakonet e trashëguara brez pas brezi. Blegtoria dhe bujqësia mbetet burimi kryesor i jetesës, duke mbajtur gjallë identitetin rural të zonës. Kujdesi për bagtit, mbjelljet sezonale dhe puna e përditshme në toka janë pjesë e pandashme e jetës së tyre. Këto tradita jo vetëm që sigurojnë vazhdimësinë ekonomike, por edhe forcojnë ndjenjën e përkatësisë dhe trashëgimisë kulturore. Kjo është çike dhimbshme si për çdo fshat edhe për Stegopullin. Vetëm pak banor janë në fshat. Mund të them që në stinën e dimrit mund të numërohen rreth 20-25 banor, më shumë nuk ka. Jemi dhe ne që vemi e vim nga qyteti, që shpirtin e kemi këtu. Detyrimisht, megjithatë ne jemi prap me shpresë që njerëzit vazhdojnë të vinë dhe vazhdojnë të ndërtojnë në këtë fshat dhe kjo na bën të jemi çik optimist. Me thënë të drejtën, Stegopulli ka diçka të veçantë nga fshatet e tjera. Në malet e Stegopullit kullosin 3 kope, me 3 djemë të ri, që kjo është krejt e veçantë, dhe fshati asnjëherë s'ngelet pa qumësht. Nuk jemi si ato zonat e tjera. Mbulohet e gjithë kjo pjesë. Shiko, turistët e lokali kanë ardhe në dimër. Ata që nuk i pengon as koha, as gjë. Sepse është bukur në Stegopull të rish edhe pranë Xhakut, është bukur të ndesh dhe sobat të lokali që ata kanë atje te hoteli. Ka diçka, Stegopulli ka një klim të mrekullueshme edhe në dimër. I mat thoshte një shprehje. Nëse në shkurt në Stegopull bie një rrezë dielli, mund të bësh banjo dielli. Ato janë vetëm. Janë 2 vetëm, ja 3 kope me 1 me rrje, 2 me dhëm. Edhe neve që keshëm një 2 shit nëse mbanim dot. Edhe tani blejmë qumësht, që ushqemi nga këta që kanë. Vënë vizitorë, beharit, vënë me makina, ikim, po jo me kuaj. Shikojmë fshatin, vënë këto kishat janë këtu, jo në manastiri, jo. Turistë pak vënë manastire dhe nuk e di vendet e ka i lokali andej. E pëlqejnë fshatin? E pëlqejnë. Fshati është shumë i mirë. Unë kam djalin 55 vjeç dhe ka ardhur i vogël që ishin gjyshrit dhe ai e do shumë fshatin. Së fundmi në këtë fshat po zhvillohet edhe agroturizmi duke sjellë një frym të re për komunitetin. Vizitorët e interesuar për natyrën, qetësinë dhe ushqimin tradicional po zbulojnë bukuritë dhe mikpritjen e zonës. Kjo nisëm po krijon mundësi të reja ekonomike dhe po rikthen vëmendjen drejt potencialit që ka Stegopulli për zhvillim të qëndrueshëm. Nëse kjo rrugë vijon të mbështetet dhe të promovohet, fshati mund të shndërrohet në një model të ruajtjes së traditës duke e kombinuar atë me zhvillimin modern.